Mirëmbrëma Nxhiro me Syqin. Sonte do të flasim për artin, për fotografin. Pra, fotograf është një fjalë shumë e thjeshtë. Duhet ndajmë artistin fotograf me fotografin, sepse sot fotografi mund bësh sa dush dhe me këtë telefon. Po ta kthesh fotografin art, duhet të jesh një artist. Duhet të kesh vizion, duhet të kesh imagjinat. Për këtë do të flasim me mikun tim të vjetër, me fotografin Roland Tasho, i cili ka disa albume fotografike dhe ka bërë një punë shumë të madhe me albumet e tij, me gjithë ambasadorët e huaj në Shqipëri, me figurat të ndryshme të Europës, me kostumet kombëtare shqiptare. Pra, nëpërmjet fotografisë, ai ka transmetuar kulturën shqiptare në botë. Dhe historinë e saj njëkohësisht, sepse kostumet kombëtare janë dhe pjesë e historisë. Roland, s'po drejtohem me zoti Roland, po drejtohem me Landi, tamam. Si do të thosh Landi? Edhe unë nuk njoftë me Ilir Demalia, siç prehenshon, ne? Ti e di, Syçi me Syçi, shumë të ti Syçi. Megjithëse shumë nuk e din. Po, jo, Brezion, të një pastaj. S'ka rëndësi. Landi, s'pari mirë se ke ardhë, dhe unë i kam pa albumet tuja, disa për tyre, dhe ke bërë me gjithmonë një punë të mrekullueshme. Dhe pas zë i ke dhënë Shqipërisë nëpërmjet fotografisë tate një respekt. Faleminderit, edhe për ftesën, edhe për fjalët. Dhe mua në fillim fare duhet të thoya që më bërë qefi që u ktheve, sepse në brezin ton... Jo me kom të hapme. Gjithë jetën njëri me kom të hapme, një anë një ikne. Po, mirë, nese, po. Jo, është mirë kjo, me fjalë, sepse unë të di dhe karakterin tënd, me fjalë, që nuk mund të rish dot pa miqësi, pa fol, pa shok, pa futboll, pa sport, pa kështu, pak të kështu të më men. Dhe biles na herë një gjejmë edhe një fjalë që jo të shajna, nuk e di kështu. Po nuk. Dhe jo, ti e ke marrë atë. Unë di vetëm time, unë flas me fakte. Edhe nuk më trem njeri gjallë në botë, unë flas me dokumenta. E di ç'a thon. Thoshin të shikonim kështu, kishim një saluto, kaq nuk, po thoshim pa mirë prap jashtë e ka Syçi se kanë ashtu, me fjalë se ti ishe i çik antisistem, nuk po themi të fjalë modhe desident, po ishte antisistem dhe i jepje gojës e çik në atë periudhë. Edhe brezi që rrite, dhe biles vazhdo tonë e punë temën, edhe vazhdo fol. Dhe atë që kisha qefur me fjalë sepse të kam dëgjuar 2-3 herë, kështu edhe me këne nga politika u lodhe me kështu, po unë doja që biseda të vërvitej të ajo pjesë ku ne jemi rrit, ke Tirana e viteve 70, që lëviste e gjithë rinia sa e kohë ishte i çik antisistem, lutej çik kështu si jo Bixhoz me fjalë, jo. Unë s'kam lut Bixhoz kur. Jo, Bixhoz shumë. Edhe sot nuk dia si luaj Bixhoz, me basket. Me këto, me fjalë kjo ishte që nuk ishin edhe por gjithsesi ishte periudhë e bukur, ishte rinia jon, Më mend që aty ke rrishin ulën, ke bordura, ke derri, edhe e lyn njerë me grasë që të mos rrishin ulse. Po të rrishin ulën, Jer vite ai plot fuqishmi, çoni, edhe në çohesh, sa rrishim, s'duhet të rrishim ul se si s'duket ajo ul, ishte i çik kështu si, Po herë pastaj nga që ne ikta ai prap do uleshim se çfarë do bën. Nuk ka e bordura këtë. E majmë me kilyn me grasë. Edhe e lyn herë me grasë. Edhe atë kishim i pal pantallon, ato thaj ato laj. Kush hate i parë hate, both, e kështu, shikon sa çfarë periudhësh me fjalë grasësh, ku i shkota menja. Edhe këto gjonat ishin të bukura me fjalë, po me fjalë ashtu si ishte koha, prap rinia jon ka që të kujtoj, edhe kemi kalu me i fjalë, sepse ishte i gjithë derri, ose i gjithë qendra e Tiranës, aty luaj gjithë. Ishte i çik antisistem. Jo i çik, pse këtu i çik? Po mirë, sepse s'mund të ush desident, me fjalë se s'kishte kështu jo revolucion, po të gjithë ndjehesh ajo fryma, edhe kishe qef kur dili atje se unë kur tash se po flas për vitet 72, 73, 71, që në një moshë paga shumë,
dhe ishte i qik liberalizm, ishte i qik po mas liberalizimit rasopata mas ne. Pastaj jo, s'po flas për Mas ne rasopata. 72-shin, unë kur isha i vogël, aty ka 10 vjeçët, dili aty afër shtëpisë, me fjalë ke 15 kaçi që e thonë tash, ke Broadway, dhe mbaj mend që shikoja këta çunat që rinia, si më men si me emra, po si fytyra që imitonin Sanremon, veshën e Milanës në atë periudhë. Majmen dika që dilte me kostum bardh. Gen Qori. Kështë gjore. Gen Qori, yll koçi që dilte me pardesinë e bardh. Goshi me kpucët testa di daco e me di diavolo me atë gjaketën. Ti që rrishe këtur me goshën dhe shumë, po me pjera kolegët, me pasit balisët, me këta kishe qikë shëqëri, kishe shumë të më po ti ishe më i vogël se këta, po prap të atë, edhe i jepje gojës me i fel, edhe kjo të njofim neve ore sy që prap, sepse morëm veshjerët të rasën mrejna, pas të dole. Jo rasën mrejna, më kanë myllë karbria 3 ditë. Po këto pra këto histori tonë, kështu për që Tirana atyre viteve, me rinin ton, ose me fëmirin ton, kishte qatë kujtoje. Kishte, e kaloni bukur. Unë të kujtoj një gjë tash se më duket tamam si pjesë film, nga ato filmat, kudo nuk e di. Ka vetë Korriko ku isha unë. Harrove Çim Skifterin. Çim Skifterin. Të gjitha, po daja vetë, Bulqe që ishte nga Batuta Gjiu, më të mdhenjë të Tiranës. Ka qenë një rini shumë interesante. Ishte interesante. Që jetonin në një kohë të errët. Jetonin kohë të errët, pra ndaj po them që ishte e gjithë kjo pjesa e qendrës, ishte i qik antisistem. Nuk isha atje, jo, ishin gjithë jo kaubojsat, jo, kush lete i qik flogët më tepër, njonin e merte policia. Në një rast ka vetë Korriko, kur pata shpinë atje, muajt e dimrit filluan të vinin këta rinia, përsëri edhe lute Bixhos, me lek, shumë, me vizë, thoshin neve. Në kalamoj atë shikonim, edhe të regoj një rast të mapsin në për këto filmet, në fjallë vite një gjim gjusin. Pasimar. Me cilindër, me retingot, me fjallë me i palto me doreza, a ma i men edhe të nga mrapa, edhe kur hyta atje, ta kishte dorezat, e u the mrapa atje, ishte palton, e u the kështu mrapa, e kapte e qimi, se kishte emrin e, ishte edhe me bastun, u the kapte nga mrapa, ta mom si këto filmat me, edhe thoshte, hajde çunat formojmë kooperativ të re. Gogu, Rema, Berberi, ku do në qishin ca. Kishte plot nga këta emra, kështu që, dhe kështu, ne tash i shikonim që kështu, se kala majt vegjen e doshin futbol atje. Edhe vazhdoj ke një 2-3 muaj kjo, po mblidheshin shumë kooperativat, e bëheshin shumë kështu, shumë interesante, luanin me fjalë, kur një të diel, si pa, u morë vesh me fjalë, se mërashin vesh, se midis tyre kishte edhe platja spione, ndërhyri policia nga të 4 anët. E di. Por kjo shkolla, obori shkollës të Korriko kishte dalje nga të 4 anët, edhe kur hikën të gjithë u zhdukën kështu si paf, kalo murin, ne kalo murin, edhe ne disa kalamajt e lagjës, po jo, ne po kishim dhe i topat e futbol, kështu po, nese, po kjo është një histori tjetër, interesante. Një histori tjetër që ta mbyllin folin për artin e fotografisë, se fakt për Tiranën duhet diskutuar shumë, sepse Tirana, sidomos Tirana, kjo qendra e Tiranës, ku ka qenë gjithë ai iluminimi, mund të them, iluminimi partjak revolucionar. Antisistem, e them. Antisistem, dhe kanë qenë djem të lexuar dhe djem inteligent. Absolutisht. Mirë po, vetë natyra ose prejardhja aty ne i kishe lënë domethënë në punë të rëndomta. Gjim Gjuzi njëherë po lujte Bixhos me të tjerë ke vorri bomit, kur ka qenë vorri bomit, edhe erdhi policia e rrethoi. Gjimi një shkuke i vorra aty afër dhe qajte, o babe, ç'mbone o babe. Ç'mbone o babe. Po Gjimi më duket aty të çojë, nuk e di kush shitën Sahatin. Gjimi e ka shit Sahatin. Gjimi ja ka shit Katunarit. Ose shkoshin në fshat, merrshin ato veglat e gjeometrit kështu, edhe thoshin se ka këtu bie. Mos thoshte fshatari shkret me këtu ke kjo, biga ke avllia ime kështu, çfarë do. Merrshin çka kishin për të marrë ata në X. Po kjo ishte Tirana, me akshu ishte dita dhe nuk e kuptojnë këto sot. Në fakt është vështirë për ta thënë, për ta treguar, po se pa të jetuar. Po që duhet bëj një histori e Tiranës me nojon, e asaj Tirane që i dha vlera edhe asaj rezistence kundër regjimit. Këto që kanë ardhur mas 90-s,
Të janë ca paçavure, që pa e tregos sot kjo politikë. Vazhdojmë tash. Landi, kur e keni fillu fotografinë? Unë kam fillu në 82-shin, 1982-shin. Pa. Fotografinë. Normalisht, si që ishte atëre, mbarova gjimnazin, a doli për oficer, po unë s'kisha në lidhje, familja ishte jo e persekutuar, po vinte nga Korça me një familje tregtarës të mesëm, me fjalë dhe nuk është se kishin e pozicion kështu, kur erdhën në Tiranë. Dhe nuk kishim në lidhje as me partinë, me këto. Dhe si që ishte jo me mesatarët mirë për oficer, për ne nuk donim këtë pjesë, me fjalë as unë, as familja, dhe shkom ushtarë, mas ushtërie pastaj, ashtu si që ishte atë vendi punës. Shkoj unë ke lagja, se pastaj e pata shtëpin tek medresi atje, aty ke Selvia ishte ajo, zyra e lagjës, shkova ke i grunë atje, kisha gjetë një si punë kështu elektricisti, se këto ishin punët elektrik, mekanik, që kishte. Edhe i them, asaj kështu, jo thonë ty do të gjej një vend tjetër punë, por do vish premten tjetër çdo. Shkova 1 muaj, 2 muaj, më thoshin ato të familjes, se ke parasysh nuk leshin edhe pa punë. Kur befas një ditë më thotë, kanë gjetë vend fotograf. Unë se dija çfarë, se kishe idenë. Se kishe idenë. Shkojnë në shtëpi. Dhe ku kishte aparatet e 3 aparate, ishin aparatet e kino studios. Po jo, kishte aparatet e atë komunale. Komunale që bëjnë fotografi ke Skënderbeu. Përpara ka qenë Stalini aty, se ka filluar që ke lulistje. Edhe aty fillova. Unë nuk e dija kështu, po më thot mamaja thot shko ke burritezës që ishte operator. Beqir Daremi nga ato. Beqir Daremi, po si më e kemi pas në studio. Ashtu po. Shkova atje, më thotë shumë mirë, thotë profesioni mirë. Atë shkoja unë me kamera kur në për stadiume, në për festivale me Beqir. Ne kisha qejf kështu, por fotografinë vetvete nuk e njihja. E kështu fillova rastësisht. Por më kohën pastaj më filloi të më pëlqej ose si më thonë u dashuru me njëri tjetrin. Puna në çdo profesion është po e patë pasion, dhe po i ndete korrekt. Arti do dhe qik ta kesh talentin. Të brëndshme. Do punë, mas me punë, me eksperiencë, vjetë, do punë. Çdo gjë do punë, do punë sa rrjet. Po kur e ke dhe me qefe, pasion, atër arrin dhe rezultate, dhe kjo mua më ka ndihmuar. Me fjalë që unë, edhe sot në më thonë që i këta të bësh të fotografi, nuk them, që kejtë e le për nesër, se që ja. Shko bëj me seriozitet, dhe pastaj të del puna vetë. Pastaj, Landi, pastaj nga ku fillut ke gazeta? Jo, unë pastaj qëndrove 2-3 vjetë atje, kur befas një dite, mos më pëlqeta e punë. Sa aty, shokët e mi jam ke shkollë, jam pinë, s'doj atje, biles ulesh e ke aparati, kështu, sepse nuk kisha me. Pa, ka qenë mentalitet idiot, do mënë. Idiot, që ishte tërë. 2-3 herë në javë, punonim, edhe kështu kishim rrogët, por nuk më pëlqete, më gati me elon, kur vjen një shok pastaj i lagjës, pastaj duhet ta njohë të Zamir Marika. Zamir Marika, po. Edhe i fotograf me emër, shumë. Unë kisha njojtje, si që unë lagjëm, do vistë punosh të ke muzeu, po bëhesh e muzeu e Mberogjës. Pa, muzeu. Po e thashën, kush për marrë aty më Zamir, sepse e dija paka shumë që kemë aty, ne se fillova aty, punova 2 vjetë në ndërtimin, në pjesën e fotografisë të muzeut. E kishim aty ku është sot ambasada italiane, aty e kishim atë qendrën. Edhe kështu që punum ke muzeu. Pastaj mbaroi muzeu, unë kalova në 87-ën, 88-ën tek revista Yll. Atje ma ashtu një qik, ku do të shkosh, se pa që unë punoja shumë aty në laborator. Edhe më tha zgjidh, po unë zgjodha revistën Ylli, sepse aty kishte edhe një motor të mirë. Edhe qefi i të rive, kishte një MZ 250. Pa, kje kishe për punë. A kisha për punë. Fjallë aty zgjodha dhe mu realizua jo me fjallë, sepse fotografia plus motori, unë shqyqyre ishte kohë që më banim të skafandrët shumë, kokoret, sepse më shifshin njerëzit, ishte motor shumë i bugre. Ishte motor të 250, kishte një zhurë i bugre, absolutisht, edhe kjo më dha dorë, sepse edhe kërës më ashtu kër redaktori shkoja vetën, sa në dorë, sa këtë në Flore, në Shkodër, me motor, rrugët ishin bosh. Atë të bëhë vajzat e bukra tira. Po, aty pas të ngejle dhe cikti, se ma kërkote më gjithë, ora ku e ke rinin, edhe dile unë ke universiteti, aty ku kështu shkoj në për shkolla, fotografoja Anisa Markajan, që ishin në Vamullës, apo doli, e bërë një cikët të gjatë me këto vajzat që
Më vonë pastaj krijova edhe këtë që ma kujtojnë gjithmonë, ekspozitën e vajzave të ikura. Landi, po ju u morët me personazhe, me figura, po ajo ideja për kostumet kombëtare. Se ajo është me një brillante. Po, jo, është. Dhe më fali se Landi, se ju thatë që i bëjë laboratorin. Sot është kollaj me e bo fotografinë, se e bo me këtë telefon, me digital, po ajo ka qenë një punë vete, një art vete, ajo puna e laboratorit, fut filmin, live filmin, për ta parë deri ku të vi. Ti e di shumë mirë. Po. Dhoma herët është, i thonë magjia e fotografisë. Magjia e fotografisë. Dhe ne nuk shkrepim, si të shkrepim sot me digital, ne shkrepim pak, se kishim filma pak, ndonim dritën, se nuk ishim në 36 poza, 10 do i argjonim këtu, 10 në kooperativ, 10 ke fabrika, uzina, kërse sot bagë telefoni jo, edhe këto që kanë digital, që shkrepim pa fund, sepse nuk ndërsa ne mendonim fotografinë, dhe kjo na bëri mirë neve, na bëri shumë mirë, sepse para se ta shkrepim, ta mendoje. Ora si e ka dritën, shikonim dritën, ti ke parasysh shumë mirë nga kino studio. Nga vjen dritën, se vinte, si vjen, se. Dritë hijet. Po pastaj, mund dha ndorë shumë edhe këto. Ngjarjet e 91-shit. I ri, si të gjithë neve aty në qendër, i donim ndryshimet, flitshim vetëm për ndryshimet, ishte prallën, vetëm vrapin në orën 8 deri në 8:30 telegjurnale, palat e sportin e kështu. A zoni Amerikës? Ashtu, po, edhe zëri Amerikës me fjalë. Dhe kështu i fotografova pothuajse të gjitha ato ngjarje. Po, ke fotografu ke studentët i kanë parë. Ke studentët, po. Ke sheshi këtu e bashkë me këta eksponentët e studentëve, me blushin e Fevziun atje, këta kishin qelçat, më në merren motor sipër, hypnin te studentët, edhe i fotografova 2-3 herë. Aty pastaj te studentët ishte 91-shi, unë kisha gati 8-9 vjet fotograf. Po kur u futa aty, pas sa e vështirë është profesioni, sepse aty ishte emocion i madh. Ata nuk e dinim, 2-3 ditë zgjatë e greva, nuk e dinim, do të dinin, do ndërhyte policia, ishte shumë emocion. Dhe shikoj aty brenda që ndjeshe emocioni të verdh, ato se deri diku të pa ushqyer kështu, i fotografoja. Pa greva oris, po ke fotografi shumë bukur. Edhe vija në ka revista Ilaja, i printoja unë ato, se kishe laborator, nuk më dilte e verdha, së më dilte emocioni. Thash, se fotografia është kështu, aty pashon se e vështirë është fotografia. Në gjithësha prap, i shkoja në fytyrët, i derisa i shprejtë ose diçka kështu që fotografoja. Sa puna nxjerrësh karakter, nuk o puna me nxjerrësh me fjalë emocionin e grevës. Se kështu foto pam në dorën, dhe kjo ishte shumë interesante, por dhe njëkohësisht duke punuar mëson. Kjo më dha dorë, pastaj sepse me këtë grevën unë hapa një ekspozit në Tiranë, në 92 dhe bëne e gjira pastaj Itali shumë herë, Gjermani, Belgjik, deri në Amerikë, Francë, dhe ku do me fjalë. Në stacionova në Francë pastaj që aty pata dhe një bursë nga bashkia e Parisit, e kështu që dhe aty ka jo bursa prap ishte shumë vendimtare, ishte 97 për mua, ishte shumë vendimtare, sepse aty mësova, ose u transformova, po ridimensionova veten si fotograf. E pa çfarë rëndësie kishte fotografia. Aty ishte shumë e rëndësishme fotografia. Në Paris. Ata i vinin shumë rëndësi. Biles ishte në makinë me ishte ambasadorin në Rama atër, e më thot Land hapët e Le Monde, ke prasysh, e Le Monde i madh shumë, dhe kishte 2 faqe, kishte vdekur një nga fotografët në të mirë të asaj periude, Henri Cartier-Bresson. E më ta Luane, po të kishte vdek në nga këto aktorët më dhenë, do kishte qerek faqe për fotografin, ata ishin shumë të interesuar dhe i vinin rëndësit madhe. Dhe unë atje, si që a themi fjalë, u riformatova si fotograf. Sepse aty mësova si të cilë me fotografin. Dhe pashtë në ato ekspozitet që gjithmonë kishin një tematik të caktuar. Dhe kur kthejmë fillova unë të mere me fotografin tematike. Gjeja karrige në shkrimtarve, gjeta këtë. Ajo gjetje e bukur e karrige shkrimtarve. Ajo karrige tashi. Pastaj këtë ambasadorëve me veshje, me kostume shqiptare. Kjo është kryevepra jote, mendoj unë, edhe ajo e refugjatëve të Kosovës kur erdhën në 99-ën. Aty shifsh atë tash ke kap disa karaktere, edhe unë mendoj Land që ju jeni profesionist. Mu më pëlqen, jo amatori fotografisë, më pëlqen shumë fotografia. Po unë jam më shumë mas natyrës, kam qef
natyrën. Ti kam parë, edhe kur jemi takuar bashkë, me ke treguar këto, dhe e shoh që e ke të brëndshme, e ke me dëshirë, me qejf. Edhe punun ki në studio, edhe. Por e kam pasion me fjalë, por unë mendoj që si mas ngjarjes, edhe fotografia duhet, për shembull ti ke bën një gjetje shumë të mirë dhe mua më pëlqen, më duket më artistike bardhëzi. Ke ajo e Kosovës, RVA ti ke bë bardhëzi të gjitha. Sepse vetë ngjarja është bardhëzi, nuk shkon ngjyra aty. Absolutisht. Aty është dramatike, aty është shpreh shumë më mirë shpreh me fjalë emocionin bardhëzia. Dhe unë duke ditur këtë që bëra një xhiro të gjatë nëpër Europë me Shqipërinë e viteve 90-91, e dija këtë punë kur ndodhi dhe bler një sasi të madhe filmash bardhëzi, i gjeta me film apo me ishte me film. Ishte me film, Në 99 ishte film. Në 2004, në 2005 ndoli pas e po, në 99 ka qenë me film, po. Po filmi ka atë bukurinë e vet në fjalë, ka. Filmi ka ato drejtie kontraste më të forta se kjo me. Absolutisht. Biles kjo nuk ti merr duhet i bosh vet bardhëzi pastaj. Jo, mira të kjo celulari ka këtë që nuk ti ndan planet. Jo, flas edhe aparatet. Po, edhe aparatet. Nuk ti ndan planet. Bardhëzia, kjo filmi i ndan planet, ti je këtu për në moment krijohet një hapësirë me sfondin nga mrapa, me fletoren këtu, ndërsa celularit a jep si plak të gjithët në fjalë, nuk e ka ato objektivin, se prandaj kushtojnë prap ato objektivat e aparatet tona. Edhe kështu që fotografova, kudo në për këto kampet, dhe njëkohësisht pastaj hapa një ekspozit, po bëra edhe një libër shumë të mirë, sepse në atë kohë përkoj edhe me dasmën e Bexhet Pacollit me Ana Oksën, unë shkova i bëra dasmën, krijuam një lidhje me Pacollit. Fotografi të dasmën Pacollit. Krijuam një lidhje dhe aty po shikonim fotografitë bashkë edhe me të ndjerin Agim Doçi, dhe aty Ana Oksa u frymëzua, si më thënë, bëm një album, ai shkruajti një tekst shumë të bukur për këtë librin, dhe që finalizuam pastaj me një libër, Qëndresa në Sytë e Kosovës, që unë, si që përde ti, më pëlqen, edhe. Mu më pëlqen shumë ai album. Jo, është i mirë. Shumë. Sa po e mbarova, e morën këto në Bruxelles, me fjalë, sepse një tekst shumë të mirë bëri dhe ambasadori asaj periudhe i Komisionit Evropian, Michel Pereti, edhe e pëlqeu dhe e mori librin edhe qarkullonte nëpër Bruxelles, kështu si këtu kam një moment që jo kap, po me kamerë kam shumë në telefon që jo kap portieri Serbisë kur marroi neshje që humbën. Sa bukur ishte atje, shumë bukur. Se gjithë turën ke fituesi. Ke fituesi atje, uneta po prisha portierin mrapa këtu pam. Kjo është fotografia. Po. Sepse atë neve fituesin e pam televizorët të gjitha. Por për të kap atë, të veçantën, duhet të jesh i çik fotograf me vizion, si më thënë, me menu i çike. Kjo është shumë e bukur. Kjo është, si më thënë, punë e një fotografi profesionist. Unë kapa momentin, e po se gjithë ky erdhi duke qarë, kam 20 foto se tash. Po nëse njëra e jep atë, e jep atë dhimbjen ose e jep shumë bukur me fjalë atë. Dhe normalisht se qitet dhe Fevzio në opinion. Normalisht fotografia këtë ka, sipas tash edhe unë 43 vjet në këtë punë, emocione, nëse arrin të japësh emocione në fotografi, pastaj e quan të mbyllur atë cikël fotografi. Fotografi si di që kjo Skënderbeu që thëshit të më qisësh me gruan, të më qisësh me vllajën. Ka që vinin nga jugu me fjalë të një në këmbë, një ulur, thoshte. Po. Kështu, batuta dhe edhe atje ku punova unë, kishte ca personazhe shumë interesante. Ka qenë Dragushi, po të gjithë ta shumë interesante. Kur më kujto sot kanë qenë të gjithë ato po ishin antisistem. Po. Njëri lute shumë bukur, Micheli lute poker me ca se vite që nga koha Itali, se kështu. Asnjëri nuk bote mua beteri kështu. Ka figurë si Dragushi? Pa, Dragushi ishte ai ekzemplar. Edhe i pari me ngjyra që krijoi atë fotografinë me ngjyra që edhe nuk kisha misi me fjalë edhe me Dragushin, se ka parasysh edhe në Amerikë, mbase nuk e di, e kam takuar. E kam takuar. Vinë në Amerikun aty, mori Dragushin edhe po fotografoja e çikun ato building që tuaj ato të larta kështu. Edhe ky kishte një taksi, po jo me private nga këto, edhe kishte hap atë, si quhet, sipër penxherën atë, dhe unë po fotografoja, ky na lën mes
Avenues, atë, për në mes fare në lo. Edhe aty si bite njëri buris, edhe fillun të ra buris, aty se ndërpreu atë trafikun, për në alohet trafikun edhe ku New York, e ky bërtiste Shqip. Po rria se ka lanë tashën në Shqipëri, thoshte, ishte atë baba buris, fjali ishte, edhe Dragush ishte tip, po sheqërum atë kohë atje, edhe... Landi, unë nuk kam pak e ty fotografi nga sporti, nga ndeshjet. Nuk e ke pasion? Nuk të tërheq sporti? Jo, më tërheq, ne ishim tifoz të Tiranës, Jo, e kuptoj, po si fotografi. Mua ma kërkonte revista, kam fotografi nga vitet 88, 89, 90, edhe këto nacionale se çfarë u bën. Më vonë fillova në qik me ashtu, por edhe intensiteti, se unë rria dhe shumë jashtë, edhe intensiteti dhe... Se për sportin ka qenë Lekoti? Po, ka qenë Leka, kanë qenë disa, Nikolin Baba... Ka qenë Kumi vite? Po, Kumi, Petriti, dhe e kisha unë edhe tradit nga Petrit Kumi, nga revista Ylli, i fotografoja... Ka ndiku Kumi këty? Kumi nuk kanë ndikuar, po Kumi kishte këta që ishte shumë personalitet në fotografi dhe merrte aparatet më të mirë, se na erdhë na thoneve, ora kishit ju aparate, në aparatet ato që dinin perëndimi kishim dhe ne. Kur i themun ose kur shohin të tuat që kanë pas Klinofe, Hasselblad, ka revista hapin syt, dy nga aparatet më të mira. Me Hasselblad shkoi Amerikanin në hënë, ishte aparat nga më të mirët. Ne i kishim, edhe jo unë, po të gjithë institucionet që kishin fotografat, kishin aparate, atëshe, të gjithë, kishin shumë aparate, atrecatura dhe njëkohësisht materiale fotografike shumë të mira. I morën, po të regoj një histori, i morën një herë aparatin Sajmir Kokonëson. Aparatin kam po kursin, ishte borë shumë mirë. Operator i shkëlqyshëm të dy, edhe ai çuni gjajzet Plumi. Jo, Sajmirin ka dhënë kursun, se bëra i kursun në kinostudio dhe me këtë Saim Kokonën. Saim Kokonën. Edhe i morën Saimit se erdhi me lujt Anglia, edhe i morë aparatin, që shkojsha në stadium. Unë shpin ka të si e di, sa të zbrit shkallët nuk e di se si mikën koma, edhe shkoj për plasën ke Parmaku, po aparatin e kisha këto, e tiku aparatin për i katit 5. U thë, U thë, gjomi ashtu pa. Ishte në kluf, e mas ne e morën kinostudio të rrugullune, ishte ato teknika e bone me gjomi ashtu, se tu mërte ishte problem, ti e di atyre, ishte problemi mod. Edhe, jo, do i hapsha problem Saimit, se në fund gjera që edhe këshua dhe... Po, do në ka qenë disa njerëz me gjithmen... Jo, ka qenë më bëhet qefi që mi kujton, unë bëra kurs atje me Saimin, me Nasi Shamin, me Pipinacën, me Faruk Bashën, me fjall ishin të gjithë, Ilia Tërpini ishin të gjithë profesionist. Kishin për shkollat jashtë, tjera, dhe mësuam shumë. Po, Landi, çfarë projekte shketa shi se... Po të shumë kam me fjallë... Te me kostumet kombëtare mu më pëlqen shumë, por më pëlqen shumë edhe bardhëzia më Landi, nuk e di edhe mu, unë kam fotografi që i bëj me ngjyre, se tash aparati i bë fotografi në ngjyre, po, dhe e kthej vetë bardhëzi. I kthej, se tash është shkallaj, tash me kompjuter, tash është më emocionuese, më shprehse, ka të ngjyrën e ndërmjet, ngjyra, kështu si të shohim, ta kështu del edhe me ngjyra. Është më artë bardhëzia. Është më artë, edhe po të shofësh përdoret shumë në për ekspozita, në për muzeume, në për gjithë bardhëzi. Që ka fotograf nga këto që janë të sërës me i fetë që punojnë vetëm bardhëzi. Bile sa dhe një pejsazh që ka nevojë për ngjyrën, edhe ata, si që është Ansel Adams për shembull, ka qenë në Amerikë, vetëm bardhëzi. Vetëm bardhëzi. Edhe është gjithmonë është më goditse. Më goditse, se ngjyrat e ka këtë forcën bardhëzia. Ngjyra të tërheq ngjyra, edhe kështu, atë gjithmonë anon ke. Po edhe unë bet kurse aty e ke ato drejthiet dalin mon pa aty. Kontraste dalin mon pa ke ashtu, kurse ngjyrat të utojnë. Edhe është ke i çikën të mbrëmshme, po i ke edhe i çikë edhe nga kinostudio. Se kinostudio mbaj mendur në rrethi, të gjithë, patrisha me Ilia Tërpini, me këta të gjithë. Aty ishin, ke drejtia ishin, ke gjithë aty luajnë. Edhe kanë qenë ka pas operatorë dhe fotografë mirë, shumë të mirë. Kishin mbaruar shkollat,
Ke marrë shkollat lindje çeke në Hungari. Sa im kokona kishim marrë në Çeki. Po. Kështu që ne fituam shumë nga ata. Fituam shumë nga ata. Edhe kanë qenë me gjithmonë një brez shumë mirë, brez i art, tamam. Edhe si njerëz. Edhe si njerëz, pra si njerëz. Edhe më vjen keq landi që në kulturën tonë shqiptarët, prandaj dhe nuk kemi histori, sepse nuk respektojmë paraardhësit tanë. Dhe sot ne jetojmë jetojmë një histori të rrem, edhe jo vetëm për artin, për fotografinë, por edhe për artin, edhe për politikën, edhe për gjithë. Ajo që thatë ju domthon, ka pas një histori, ka pas një lëvizje, ka pas një ka pas sa djem, ka pas hecin përpara, vin këta, vin këta, hajde të formojmë kooperativën edhe tamam, nuk pyesin më. Unë për vete e shoh tash që në këtë fazë të jetës që jam unë për shembull, po punoj më tepër me arkivin se sa po fotografoj, sepse më kërkohet arkivi, kërkohet shumë. Dhe tash edhe këta të huajt me fjalë, se tash unë mund të flas edhe shumë për fotografinë. Por ajo që kërkojnë, sepse po të hidhen për shembull ke Marup kanë të gjithë vendet e të tjera. Edhe këto ngjarje të pan, të ngjarjet 90, 91 të tjera. Ata kërkojnë shumë për shembull si ka qenë jeta në socializëm. Po. Bunkeret. Unë kur shkoja fotografoja në muzej. Ka arkiv të madh. Po ka arkiv, po domethënë ajo që është dhënë si jetë lulëzimi, a ka fotografi ku ti të kap drama. Jo, sepse unë jam vetë fotografi e se periudhe dhe nuk e perceptonim ne, unë për shembull, nuk më thoshte njëri që duhet fotografi, por nuk e perceptoja dot për shembull që të shkoja ke varfëria. Unë fotografoja. Kishe fryk apo nuk e perceptoj? Jo, nuk e kishe në atje, vetëm kur erdhën kurrap Shqipëria 90-91 që erdhën këto fotografët e Reuters që filluan të fotografonin, nuk e kishim neve që duhet fotografuar kjo pjesë. Ne fotografonim, unë ashtu e kisha revistën, bujqësinë, industrinë, shkollat, njerëzit e lumtur, manifestimet, to kisha unë, nuk kisha në vetvete kështu, edhe të paparishim, që të shkoja të fotografoja një fshatar të varfër, dilte her pas here, edhe në arkiv ka për shembull si ishim fshatrat ose diçka një varfëri dilte, por jo që t'i gjumoje si që gjumon ose ta fotografoje. Me sa kam marrë vesh unë, shtëpia e Marubit është prish. Po, o prish që herët shtëpia e Marubit. Çdo të thotë që herët. Po është prish sepse mas 90-s. Nuk e di mas 90-s. Por di që të paktën për Marubin është bërë një gjë e madhe. Çfarë është bërë? Është bërë muzeu. Është bërë muzeu Marubi. Është bërë muzeu Marubi, është investuar shumë. Ashtu është investuar, dhe është një muze prestigjos, me fjalë, në Shkodër, në atë rrugën pedonale që quhet atje, në investuar qeverit shumë mirë, edhe është bërë një goxha muze. Ke pas takimet huaj që kanë pa muzeun Marubi, fotografitë e tij dhe si vlerësojnë? Po, shiko, si të thash për shembull, si Marubi ka në të gjithë vendet, se edhe unë kujtoj se vetëm Marubi, po kishin gjithë edhe Ballkani, edhe vendet e Lindës. Për Marubin ton. Për Marubin ton është interesant sepse kishte 3 breza. Pietro i pari, italiani që punësoi Kelin, atë të tjetrën, Gegën i fundit. Kishin 3 breza që shkojnë gati ke 100 vjet. Dhe kjo është interesante tek Marubi. Po duke pas parasysh, unë kam pa ato që kanë dalë, duke pas parasysh dhe Shqipërinë e asaj kohe, një Shqipëri feudale, por njëkohësisht edhe e prapambetur, edhe me ato karakteret e fshatarëve, me ato dënujt në përkorriz, ato grate, me ato doon, këto janë ato që tërheqin botën sot. Mendojnë, janë nuk është puna e fotografisë me vete, se sa asaj planit që kap të tregoj, të është histori. Fotografia nuk është thjesht një shkrepje, more majtë është histori. Dhe aty dhe neve në fakt nga gjatë sistemit të Hoxhës shifshim vetëm një 1912 shifshim ato varfërinë. Po kur u futëm ke fototeka Marubi, ashtu atje pasha edhe një tjetër Shkodër. Se ishte Shkodra dhe shumë mirë ata që dilin edhe në jashtë pjacë kështu, por ishte një dollap i madh aty në Z, lexote në Z, i them ç'është në Z, siç e thon shkodranët në za. Në za. Dhe kur nxirje në za, dilte një Shkodër aristokrate. Po, dhe ka pas me të gjithë ato konsulatat
Europës. Austro-Hungarisë, e Italisë. Dhe veç Shkodranët, po të shikoje, e merë për të me njerë, se duket si fotografi në Itali, të veshur, me cilindra, familjet, disa familje. Edhe në Tiranë ke pas një bërtham të vogël, po ke pas shofës disa fotografi të Tiranës, viteve 30, po, ka pas. Të habitës, vesh si moda sot me ato kostume, me... Po, pra, Korça po ashtu. Korça po ashtu. Edhe Korça e shet me fjalë Po, fotografi. Shkodra, po të them një fakt të rënditës. Kam pas një intervistë Osman Mullën. Tha Shkodra ka pas tenis. Shkodra ka pas handball marvllata, si folë Osmani, dhe e di parasysh, kapi e qesmi. Shumë mirë. Shkodra ka pas aty ku ka qenë lujtë handball, tha në lundë bunës, tha, tash, tha, aty është tha buna. Po, pastaj tha, ajo që ishe shumë të rënditse. Në vitet 30, tha, Shkodra ka pas 300 piano. Sot ka 3. Kjo është fatkeqësimi, fjalë. Jo, kjo tragedi, jo fatkeqësi. Tragedi. Kjo është tragedi. Do me thonë, ne në vend kime shku për para, kemi shku mrapqë. Jo, unë kur u futa... Pra, ne mund t'jemi bo biznesmen sot, ne mund nërejmë pallate sot, por ti 300 piano nuk di në një që t'ket ka këto biznesmen të mdhej, oligarkët të mdhej, që t'ket duru një piano, një shtëpi e kulture, operas, një piano ku t'blej ku t'jetë më të mire. Pastaj është tjetër gjë për shembull, është tjetër historia ajo, dhe mendoj për shembull që atëherë unë po të jap edhe shembullin ande nga vide origjina, për shembull e Thomas Turtullit. Njëri që bëri ndërtesat kryesore në një bamirës nga më të mëdhenj në Korçë. Spitalin, bibliotekën, kineman, të gjitha. Po, kinemaja se kanë lënë ashtu shikër, se kishin shenë. Po, edhe shumë gjëra të tjera, shqyr Vuridor. Jo, Korça, ishe tash se kisha 40 vjet pa shku. Po, do në qenë, tamam 85, me kinostudën kemi gjiru, me Samir Kumbarën, po. Edhe, që në 85-ën, 86-ën, ka qenë, rrugicat dhe pash ajo rruga që shkon nga kisha deri ke stadiumi me ato vilat dhe kishte bo një vil shumë të bukur, Vil Manushi, një hotel. Një hotel si quaj ma jarrova, fleta di. Po, ashtu, mrekullueshëm. Pa e kishte ndërtu mrena, do në di çka ka qenë, aty ka qenë disa vila. Ka plot, Korça është ndërtuar me të tillë. Po. Korça e kishte rujt, Korça nuk ishte masakruar. Ja. Kjo është veçantia. Pazari vjetër ishte bo një kryevepër. E bën të ri, por e bën siç ka qenë. Siç ka qenë pra. Dhe kjo është... Se Landi ti ke qenë për këto të vjet bota, për këto të vjet që. Unë një herë një time kam qenë në Dubai, nuk e shoh mo Dubain me vra. Një gjo që s'ka shije, s'ka. Një natë se s'kan që të bëjnë për Tiranë, edhe amatin Korçë, Gjirokastër, Përmet, Shkodër, këtu dunë me pasë, që të shohë në shekullat. Kështu që ajo Korça ka histori, ose për shembull Gjirokastër Shkova në Valbon, e kishin bo të krevepër, e kanë shkatru Valbonët dhe kanë shkatru Tropojanët vetë. Tropojanët vetë, Sali Berisha, me hotelin e Valbonës, ti e ma me shumë mirë, hoteli Valbonës. Që u bo në vitet... 86, në shima, bravo, u bo me dru, me gurë edhe me akshatin kështu alpine. Ta shtie kishte bo ky i basketbollit se ka. Avenir. Avenir, jo ai tjetri, po. Me kam qartë. Kja nga një sikun. Avni Ponari. Avni Ponari e kishte bo me mërmer, me vetrata gjomi, thashu, mor Avni, po unë s'kom nevoj me ardhë në Valbon me pa 15 kaçën, thash. Shiko, në Valbon... Një e dyta kishin shkatërru, në përmjet tyne heceve, me tubat e me plasë dinamit, kanë shkatërru jo vetëm natyrën, ekosistemin. Është duk ajo torta e famshme e Valbonës. Absolutisht. A e kuptoni që kafshërie dhe tropojanët nuk kanë që në takojnë përveç Albonës, përveç se tropojanëve. Asnjë tjetër. Ja, mirë është ajo, edhe atë që e ke për zemër ti me fjalë fishta, me fjalë ka thonë që e ke që e këti vendit jemi vetë ne. Papa. Ku e dion tha Dhe më i keqi ne. Ku e dion që armiku pas kemi qenë ne me fjalë. Kështu që është kjo e keqe, por që të merremi me të keqen nuk ka fund me fjalë. Po merremi çik me këtë gjë. Bravo Landi, unë vetëm këtë kam te kjo, kjo pjesa politike, fjala këta tash mundohen edhe shumë mirë e kanë zhvatur derisa do mbaj ky vend,
po nuk e kam kuptuar me fjalë këta të rilindjes, si u mblodhen të gjithë bashkë, Nuk e di e çfarë edhe e ishte. bën këtë vend. Se njëri vite nga Romania disa, tjetri nga Nuk e di. Austria, tjetri. Nuk e di. Si u mblodhen dhe e bën këtë, Nuk e çfarë di. pasioni dhe përveç pasionit lanë dhe pasurinë, Pa, Di pa. njëriti nga këta të Asan lërë për- pasurinë. Jo, këto e kanë vjedh pasurinë, jo e kanë lënë. kjo Këto e është- kanë rrupat këtë Kjo vend. është edhe përfundojmë ke Konica për shkak që e bëri e ruajti rastësia dhe e prishi Ja, politika. Shqipërinë e bëri rasia, e rujtën E ruajti rastësia më duket. E jo, bën jo, e bëri rasia. E ruajtën rilindasit po dhe dhe do ta shkatërrojnë politikanët. politika. Kështu Po që tashin çdo gjë që themi ne çdo është fjalë në erë. pa, Se tash, që pra ne ajo u e kisha keqja qef po, me ty sa më the ti nuk thash 2 herë sepse sa the sy që më fjalë kujtova derrin, Florën, më fjalë po derrin si e njohim ne, atë bordurën me graso, kur vite i plot fuqish me lagje se çoni thoshte, ose kur ikni me vrapje na gjumoshin atë diçka kasatat, ke flora, zupat. Edhe për kjo, më fjalë se kemi marr pjesë herë të dy edhe në një për muzikën. Po. Dhe ne tash ne ishim aq antisistem sa unë herë fotografoja për në emër të revistës festivalet. Dhe festivalet ti e ke parasysh shumë mirë, zgjej bileta, ishte i lumtur ai që shkonte kështu. Ne refuzojshëm, unë refuzojshëm. Që unë shkova për shkak të punës, edhe neve tash isha me shoqërinë aty ke Bordura, dhe ishte një fazë ne kishim lënë dhe Italinë me muzikë, edhe Beatlesat, si më thonë, dhe diskutonin në orë të tëra për Woodstockun. Po. Dhe tash ti thoja unë për shkak që fitoi çmim, sa po më tha Jo, njëri kush e fitoi. majmë 100 bisedë, kemi bë bisedë ke topi dhe edhe u të thoja njëri unë tha, tash, ju keni qenë tha. Edhe Po, si i theti nuk e keni qenë kuptote. të tjera regjistra. Ai Absolutisht. sa i pëlqen oron gjykoj asnjëri se Jo, edhe jo, po jo, është edhe më normale. pëlqen këngët e Tiranës, se më pëlqen Absolutisht, disa, po tash i themi. mu pëlqen Lahuta shumë. Absolutisht. Lahuta, të gjitha, pëlqen jashtë po edhe masash ato një zonës time Po. të gjitha. Po. Por ne e bënim edhe kështu si protestë me vetvete. Jo, kishim tjetër shije në Landi. Edhe shije. Një pjesë, një az i vogël në Tiranë, kishim tjetër shije. Tjetër shije, po e Shumë bënim them edhe unë si. që jam rrit ke Goshi, që Kalamok, Pa, Gosh pa, Levonja, pa, Gosh Levonja s'ni gjete kurrë të Tiranën. Gosh Levonja e kishte fitoren Gru, Po. që ishte Çiknote që ishte këngëtare soprano, dhe nuk ka shku kur me e pa. Pra, i kishim dhënë në refuzim Po kështu pra, me ishte refuzim një, pra ne thëmë unë ishim Tirana lëvizës si një antisistem, por jo disident, të themi që dilin me flamure, kështu antisistem lëviste. Dhe ne një lloj disidencë, jo, sepse ne në rremi jo Landi. Në rremi fjala disidencë do të thotë që shkëputesh nga një grupim, nga një parti. Kështu që këto unë, ti, ne nuk kemi qenë asnjëherë pjesë një partie. Se disidenca del nga mrena grupimit, vetë fjala disidon, disidencë. Kështu që këta ishin antiregjim. Do nuk kishin punë, këto kishin refuzuar gjithë do më me shërbim. Pra ne po them, lëvizte antisistem. Tirana e qendrës. Kështu që e kanë gabim këto, edhe disidencë nuk e pas se nuk doli. Kino studio ishte antisistem. Që e nxori kokën në 90-ën e të gjitha kështu ishte. Por kjo është shumë e vështirë për ta shpjeguar Lero. Nuk është e kollaj fjalë. Kështu që grasën ke përdorur me fjalë, do të kujtojmë gjëra të tjera dhe do të bëjmë gjëra të bukura Land, si këto albume që i ke boti, të lumt syri e të lumt dora për këtë që ke ndërtu për kulturën shqiptare nëpërmjet fotografisë. Unë të falenderoj dhe falenderojmë që erdhe. Të vazhdosh me fjalë, pa leqe se tash nuk ndryshojmë dot as ti as unë me fjalë. Edhe gjë e mirë që siç u ktheve ti do doja të ktheheshin edhe, Lando, malsorët kanë një shprehje, njeriu nuk i hikën lëkurës vet. Unë ky jam. Ky je. Edhe me dashme ndryshuar nuk ndryshoj. Ja, nuk ndryshoj dot me fjalë. Ai që ka lind Lapagnos do vdesi Lapagnos. Ai që ka lind Servil do vdesi Servil. Nuk e ndryshon dot. Nuk është puna se të vdesin, po puna është këto lëndë trashëgimtar të tillë më. Edhe trashëgimtarët bëhen po kështu. Landi, faleminderit. Shumë faleminderit.